e dua shumë si këngëtare, si profesioniste dhe si njërën ndër këngëtaret që mua më flenë më së shumti në shpirt. Unë si ty s'kam pa njeri, aman. Naimi në Radio Prishtina atëre, super i njohër, ka nga tina në dëshira, fontan dëshirash, kërkohej shumë edhe u dashurova në zërin e Naimit. Naim Avazi, një jetën tem se kisha pa. Në koridor të Pallatit Rinis, ku ishim të zhvillu provat, më tha, mirëmbrëma dhe unë jam Naim Avazi, e aty mu sill Pallati Rinis. Momentet më të bukura që i kujtoj është kur përfundonim koncertin, përfundonte edhe darka, në autobus edhe në Prishtinë, po derisa shkojsha unë te Axha jam, Naimi më përcjellke gjatë asaj rrugë. Edhe aty ka qenë prekja e dorës, përqafimi, lëdhatimi edhe putja parë. Sa e bukur kjo, shumë e bukur. Po du me të thonë, diçka që nuk e kom thonë asnjëherë, nana jam, kur ka qenë shumë e re, kishte pas këndu bukur në për dasma. Qyshin but dasma tona tradicionale. Dhe kur fillojnë tash aktivitetet tona, edhe shtrohet pyetja pse me lon mirin me këndu, motra e me madhja thotë, mu nuk më keni leju. Atëherë pas keni me ndalu, sepse une i dal krah dhe fal, do me thonë të gjitha sukseset e mia, derisa nuk e kom njoft Naimin, ja kushtoj, ja dedikaj motrës tam të madhës. Paraqitja e parë në skenë, a kanë ardhur prindët me të pa? Jo. Pse nuk kanë ardhur? Nuk e di. Edhe unë kom diqysh si tu hekurosh diçka edhe i kom thonë non, tha urna, tha që më duket jam 7 zone. Turqi ju kom pru prej shpis, vesh i kom bot gachme, dhe tash po e hekim letrën, sa e bukur shumë. Me këtë recet që era po i vjen e mrekullueshme, doni me provu edhe jo, hudhra nuk po vrehet fare, por që efekti i saj ka me u vrejt organizmin e kur ta përdorni. A është e vërtet se kur djali juaj Platore e ka prezentu nusën parateje dhe Naimit dhe ka thonë kjo është e bukura e dhejot e ti fillu të këndosh ma ka dal. Kohët e fundet e Naimi, po këna ma mirë se ona. Nuk dorzona, unë e kënoj ma mirë se Naimi. Detenat pandal punojnë, as njëherë nuk pushojnë. Kjo është fabrika Trepçes, krenaria jonë.